të 3 partitë politike, përderisa lëvizja vetëvendosur udhëheqet nga lideri, është parti lideriste, dhe nuk e di ka strukturë të mirëfillt. Mirë po, për momentin lideri i tyre kam rrijat nivelin e popularitetit pothuajse të një sekti fetar. Është në zënitin e tij, pra. Është një sekt, si lideri një sekti fetar. Unë të sigurej që nëse propozon Kurti me u kthy në Serbi, 20% e votojnë. Nuk mendojnë se ky e din se ky është i madh, ky i merr vesh këto sene. Deri 20% votuesve të VV-s. Kjo ironike apo jo? Jo, besoj që unë besoj në këtë punë. Unë besoj sot, edhe pse nuk besoj që të ndodhë ajo. Për propozimin, pra ironik. Po natyrisht, sikur kish me thon Kurti, qërëm në Serbi, kohë titës kemi jetu mirë, është mirë, më u kthy në Serbi se më mirë na vjen, ja 20% i shkojnë mapa, sepse nuk janë tu menu. Nuk pejon nin as për 1 miliard euro rrym, as nuk pejon nin që u ka rrit rryma 3 herë, as që kanë paguar dhjetore, kanë me paguar edhe 2 pesh janar. Ekziston një dashuri e një pjesë po flas, një pjesë e vogël ndaj ka po merr për masa të një sekti fetar. Po do të pyes arrive në fund të kësaj interviste për atë se si do të procedohet tutje. Pra pritet certifikimi i rezultateve që me dinamikën se si po shkon, pra duket se do të përfundojë shpejt, se nuk ka ndonjë paqartësi këtu, mund të ketë ndonjë ankesë të ndonjë kandidati për deputet për ndonjë vjedhje votësh ose diçka të tillë, mirë, po duket se do të përfundojë shpejt. E mira e gjithë shkafës është nëse e marrin fjalën ashtu që shtat kryeministri, tash ky ka, domethënë nuk ka problem për krimin e një qeverie shumicë, me kriju qeverinë sa më shpejt që ne me votu marrëveshje ndërkombëtare. Ne marr fundet e brez. Po duhet të pyes prazën e Arife, a sheni ndonjë gjë që Kurti, megjithëse me deklaratat e tij të fundit ai ka përjashtuar çdo bashkëpunim në një farë forme, a do t'i ofrojë bashkëpunim ndonjë prej partive apo do të shkojë kështu vet? Pra i ka fituar votat. Në muajve të kaluam kur më ke pyet, po më thonë që ai s'ka çare pa lyp bashkëpunim se si ka votat. Do thonë për me kriju për çata ka bllokuar institucionet se as nuk ka dashur bashkëpunim, po ja ka dashur votat. Tash i ka votat, nuk ka nevojë për bashkëpunim. Që mendon ai me forcu koalicione me u bë më shumë, domethënë ta zon me marr LDK që i ka sa deputet 14 rast. Po 14 apo 15, që ajo është çështje e menduarit të tij strategjik, po nuk ka nevojë për me formu qeverinë, domethënë ai ka sa 57 deputet, nuk e di saktë. 57 i kishte sot në statistikën zyrtare. 57 dhe i duhen edhe 4 vota nga minoritetet serbe për me kriju një qeveri. Ai nuk i ka 4, po i ka nëse jo 10, 8 i ka. 9 apo 8. Domethënë krijimi i qeverisë është problemi më i vogël. Atëherë i nevojitën votat e opozitës për marrëveshje ndërkombëtare. Opozita duhet me i votu ato marrëveshje ndërkombëtare. Edhe është dashur gjithmonë kur marrëveshje ndërkombëtare partitë opozitare, siç ka bërë vetëvendosja përpara, nuk u dashur kur me i blloku. Ato votohen dhe për buxhet nuk janë të obliguar partitë opozitare me votu. I ka numrat buxhetit, domethënë atëherë dalëm te tema e presidentit dhe unë them sinqert besoj që kjo qasje e kryeministit është shumë qasja më e mirë se sa që dëgjova që ka kërkuar presidenti që s'pari të zgjidhet presidenti apo sa të krijon institucionet e reja. Dhe pyetja ime e fundit, Arife, pse Kurti po i përmend zgjedhjes sërish? I përmendi në një intervistë, tha që është vështirë me i bë 81 vota në 81 deputet në kuvend. Unë nuk e ndoj atë mendim, varet sepse unë nuk e di çka zgjedh në kokën e tij në kondon me bë president. Unë besoj që ka njerëz dhe në lëvizjen vetëvendosje, ka njerëz dhe rreth lëvizjes vetëvendosje, cilët edhe vetë lëvizja vetëvendosje don t'i sheh si president, që partitë opozitare kishin me nejt në sallë edhe kishme u kalu këtë proces. Nëse dënë me rizgjell Vjosa Smon, aty mund të kemi probleme, sepse që të 3 partitë politike kanë prej fillimit dhe në fund e kanë akuzu Vjosën se është një notere e lëvizjes vetëvendosje. Tash, nëse këta rrinë sallë dhe vendosin prapë votojnë për Vjosën, atëherë po hupin, do me thonë, në integritet ty nëse të 5 vjetë faktikisht pas kanë thonë pas ka qenë absurde. Nëse ka figura tjera, për shembull, nëse propozon Glaukon Jufcën, unë besoj që ka mjaft material partitë opozitare për me nejtë në sallë. I ka fitu zgjedhjet. 57% i ka. Ka propozu Glaukon Jufcën. Glauku edhe sekretar kuvendi minimum apo maksimum e ka rujt një farë njerëzillaku me partitë opozitare dhe nuk e di pse nuk ishin me nejtë partitë opozitare në sallë për më zgjedh Glaukon Jufcë sekretar kuvendi. Kur zgjedhësh kryetar i Kosovës,
fytyrën e parë ti paraqet faktori i unitetit vendit. Vjosa Osmani ka dështu të jetë person unifikues i vendit, partive politike. Asnjë parti politike nuk e ka pasur si presidentet vetën. Leupën gjithë e kanë pasur si kryetarët kuvendit të tyre. Të më thonë veç i mora dy figura, nuk është punë e emja me zgjell kush do të me konë president, po vetëm u mënova me e bo një farë analogjie. Nëse i ka fitu 58%, e vërtet që duhen 80 vota me konë kuvend për më zgjedh presidentit, po opozita nuk duhet a priori me qenë kundër çdo kujt që është në lëvizje vetëvendosje. Ka edhe figura tjera që i zhdasht me e në bindjen time. E qartë, Arifi